Çfarë po ndodh me sektorin e eksportuesve të naftës, kromit apo bakrit? Sa i përket Bankers Petroleum, zbulua një skem abuzimi me miliona euro dëm shtetit, edhe pse Bankers nga viti 2004 deri në 2024 eksportoi dhe shiti brenda vendit 532 miliard lek naft, por deklaroi humbje për vite me radhë, duke shmangur tatimet. Por nuk është kompania e vetme me humbje. Në vitin 2024, Alpkrom ka regjistruar një humbje prej 740.000 eurosh, duke u nisur nga rasti i Bankers. Lind pyetja, a është bërë edhe në këtë rast një bilans me humbje për të mos paguar detyrimet? Alpkrom prej vitesh njihet si një nga kompanitë me fitimin më të madh në Shqipëri. Në vitin 2018 u arkëtua në shtet një shumë prej mbi 7 milion dollarësh taksa nga kompania. Me investime që kapin vlerën 27.3 milion dollar, Alpkrom shënoi një rekord investimesh për vitin 2019 në minierën e Bulqizës. Fitimi i kompanisë arriti në 5.4 miliard lek në vitin 2022, me rritje prej 76% me bazë vjetore. Por, situata përmbyset në vitin 2024, ku Alpkrom shënoi rënje me 20% të ardhurave. Kompania raportoi humbje prej 78 milion lekësh. Humbjet erdhën edhe me shkarkime dhe emërime në disa poste drejtuese të Alpkrom. Miniera e Bulqizës është përballur vazhdimisht me protesta ndër vite, të nxitura nga pakënaqësitë e punëtorëve për pagat e ulta, kushtet e vështira të punës dhe mungesën e sigurisë.